Automjeti i gazetarit të qarkut Dibër Sami Curri është përfshirë nga flakët në orët e para të së dielës. Ngjarja e rëndë ka ndodhur rreth orës së 2:45 minuta, teksa automjeti ishte i parkuar pranë banesës në lagjen e re të Buqizës. Kanë qenë fqinjet ata të cilët kanë lajmëruar gazetarin Curri kur kanë konstatuar flakët në automjetin tip Ford Fiesta. Ndërhyrja e shërbimit zjarfikës nuk ka mundur të shpëtojë asgjë pasi automjeti është shkrumbuar i gjithi. Gazetari Sami Curri tha se nuk ka patur asnjë konflikt personal, ndërsa sipas tij, gjithçka lidhet me punën si gazetar pasi është fokusuar në investigime dhe mbulimin e çështjeve sensitive vendore në të gjithë qarkun Dibër. Absolutisht as edhe një lloj konflikti personal me ndonjë individ apo grup caktuar. Gjithë gjoja sipas meje është e lidhur drejt për drejti vetëm me punën e përditshme që unë kam si gazetar, pra si drejtues dhe themelues i Buqiza Mjepikal, ku në raportimet që ne bëjmë vazhdimisht, fokus kryesor është monitorimi i punës së pushtetit vendor, kryesisht bashkive të qarkut Dibrës, prokurimet publike, pra gjithçka që ka të bëjë me interesin publik dhe përdorimin e paras publike në investimet infrastrukturore që bëhen, por gjithashtu me rëndësi për të theksuar edhe mbulimi që kemi bërë në të vazhdueshme, protestave, zhvillimeve në terren që kanë bëjnë me ndërtimin e paqeve fotovoltaike, me rëndësi për të thonë edhe hecet, sepse janë 2 vatra që kanë qenë aktive, që kanë marrë mbështetje vazhdueshme. Pra, raportim vazhdueshëm në terren, konkretisht në Kurdari edhe në Fush Bulqiz, pra që kanë qenë vazhdimisht në objektin e kamerës edhe të raportimit që ne kemi bërë. Gjithmonë duke u nisur nga shqetësimi i banorëve që preken nga këta investime. Frikësim absolutisht jo. Pra, si më thonë, mesazhi është i qartë nga kushdo që mund ketë menduar që me veprime të tilla mund përcjell ndonjë mesazh tek unë ose të kërkoj që unë të tërhiqem nga gjëja që bëj. Jam në terren prej 10 vitesh që punoj si gazetar, kryesisht në puna ime është fokusuar në terrenin e qarkut të Dibrës, pra për 4 bashkitë të qarkut të Dibrës dhe me veprime të tilla, pra synimi është patjetër që me një veprim të tillë të përcillet mesazhi që shiko se ke arritur një lloj limiti ose mos kalo më tej, por që nuk do ketë absolutisht asnjë lloj ndikimi tek puna që unë bëj edhe tek ajo çfarë unë besoj se gazeteria në radh parë është një mision. Pra në këto ditë vështira ku ndodhet liria e shprehjes në Shqipëri, pra dhe media në tërësi, gazeteria sot është kthyer në një mision dhe për mua ajo është një mision që do vazhdojë dhe nuk do ketë ndalur. Kjo është pak po e sigurt. Koha do e tregoj edhe do e vlerësoj. Unë shpresoj shumë që drejtësia ta zbardhë si gjë, në radh parë ta zbardhë për arsyeën e thjeshtë që të përcjellet një mesazh edhe te ata kolegë të tjerë që punojnë gazetar që ngjarje të tilla që cënojnë pronën një gazetari që është në përditshmëri, pra ajo është një mjet pune në tërësi, nuk mund të shkatrohet edhe nuk mund të intimidohen. Pra, të përcjellet mesazhi që shteti është në këmbë dhe t'u jap një lloj, po themi, besimi ose një lloj dëshire për me qenë edhe më aktiv në punë. Sepse në të kundërt kjo patjetër do rrisë atë dëshpërimin, sepse sot mund të jem unë, nesër mund të jetë dikush tjetër. To janë raste që janë përsëritur, unë nuk jam as i parë as i fundit. To janë një cikël që është përsërit me këtë lloj forme intimidimi, pra duke djegur një makinë në pikë mëngjesit dhe duke menduar që me këtë veprim do synojnë ta pushojnë gojen ose të mbyllin gojen e një gazetari apo atë së shfarsuar. Policia ka nisur hetime dhe pritet të zbardhë autorin apo autorët e mundshëm të ngjarjes së rëndë. Ndërkohë deri këtë të hënë policia nuk ka ende një autor të dyshuar të kësaj goditje ndaj gazetarisë. Nga ana tjetër, për djegjen e automjetit të gazetarit Curri pati reagime të shumta të komunitetit të gazetarëve në të gjithë vendin, duke shprehur solidaritet me të dhe duke i kërkuar drejtësisë zbardhjen sa më parë të ngjarjes.